Nga nesër, moti bën kthesën e papriturja çfarë pritet të ndodh me motin këtë javë. Pas një fundjavë me rreshje shiu dhe dëbor, në disa zona të vendit, java parashikohet të nisë me mot të qëndrueshëm. Për ditën e hënë, moti në vend parashikohet të jetë i kthjellët, por me temperatura të ulta deri në -4 gradë Celsius në veri të vendit. Edhe zona qendrore dhe ajo jugore e vendit do të përballen me temperatura të ulta deri në -1 gradë Celsius. Sipas SHMU, era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare deri 10 në 20 metër në sekondë, ndërsa valzimi në dete do të jetë i forcës 3 deri 4 ball.